Tregon ma për shembull, a ka rrezik në këtë punë, se erdhëm te rreziku. Fol zotit, në Kosovë nuk ka rrezik. Për qenë realist, as në Maqedoni, nuk kemi ndonjë raste që kemi asi kafshë që mund sulmoj njeriu bashkë pa kurrësh. Janë disa raste për qenë korrekt me shikues të këtij emisioni fantastik. Kur është për shembull ariu me klësh, nuk do të shkojmë afër. Ose ujë. A e bën atë vetë mbrojtje? Po, sepse nuk është jaft me ditë se ti nuk e ke për qëllime për që shkaktuar rrezik. Domethënë kjo është shumë e rëndësishme ditë. Edhe tjetra është që për shembull janë disa raste ku mund të jesh i rrezikuar ose për shembull afër falesë ujkut nuk duhet me shku kurrë, sepse edhe ujku nuk arrin me perceptu që ti ke shku me fotografu, a ti mund të jesh kërcen potencial për klysht të tyre, pastaj xhirimi i fotografimi apo xhirimi i zharpit me helmos në Evropë që kemi edhe ne në Kosovë dhe ju në Maqedoninë e Veriut, vipera moditi sapo në përka me bri, sepse janë tre lloje që se është edhe nipera berus, nipera ursini, por vipera moditi është gjithandej, jo tek një dhe ju, kur ta xhirojt me po shumë kujdes, sidomos në Kosovë, kur kujtohet 2023 të imagjinon këtë Kosovën ka qenë vetëm se një dozë kundër helmit të kafshimit të zharbit.